Të nderuar televizionistët, përshëndetje, unë jam Frutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian u bë sërish objekt debati në kuvend ku opozita akuzoi mazhorancën për ndalësimin e procesit dhe përjashtimin e saj nga vendimarrja. Demokratët thanë se kundërshtitet vendeve anëtare të Bashkimit Evropian lidhen me mungesën e luftës reale ndaj korrupsionit në nivelet e larta të qeverisë. Ndërkohë, shumica socialiste rrëzoi dhe kërkesën e Partisë Demokratike për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të nismës për uljen e çmimit të naftës. Procesi i integrimit evropian i Shqipërisë riktheu përplasje politike në kuvend, ku opozita dhe mazhoranca shkëmbyen akuza mbi përgjegjësinë mbi ritmin e negociatave me Bashkimin Evropian. Deputetët e Partisë Demokratike akuzuan qeverinë se po pengon ecjen përpara të vendit të drejtë Bashkimit Evropian, duke mos lejuar drejtësinë të veprojë ndaj zyrtarëve të korruptuar dhe duke krijuar sipas tyre arsye për skepticizëm të vendeve anëtare. Nuk ka ndodhur kur ndonjëherë që shqiptarët të ngrihen këmbë dhe mbar bota për imunitetin e Lubi Ballukut, e cila në të vërtet shifte gjë tjetër vetëm noteri e vjedhjeve të Diram që vjedhte bashkë me te. Nuk mund ta bënit, sepse ishte debati këtu për Lubin dhe ju nuk donit kur të hape ai debat. Se ne nuk jemi këtu fasade juaj. Kemi bërë që ditën e parë ku kemi hyrë në këtë legislaturë, kemi thënë një gjë. Çdo ligj që është i nevojshëm për procesin e integrimit do të ketë votën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kemi kërkuar bashkëpunim dhe na është mohuar transparenca minimale për t'i ditur këto projekt ligje. I kemi kërkuar në konferencë kryetarëve listën e ligjeve, nuk është publikuar, pa ajo lista atje me 23 ligje është asgjë krahasuar me votën kundër imunitetit të zëvendës kryeministres. Ajo është vota që duhej për integrimin. Vota për imunitetin e zëvendës kryeministres, ajo sot po e mban peng procesin. Opozita ngriti shqetësim se po mbetet e jashtë proceseve vendimarrëse për çështje madhore që lidhen me integrimin, ndërsa kërkoi zhvillimin e një mocioni me debat për ecurinë e negociatave. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla ju përgjigj kërkesës duke deklaruar se mocioni për integrimin evropian do të zhvillohet gjatë muajit maj. Unë kam thënë konferencë kryetarëve, në datën 7 apo në datën 14 maj, le ta zhvillojmë këtë debat për cilin kemi rënë dakord në muajin maj. Po sot ju dashnorët më të rinj të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ja ku e kemi listën e plotë të ligjeve të parafrimit legislacionit të përmbushjes së kritereve, parakushteve të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ligj po i marr me radhë, po 23 ligje. Në asnjërin prej tyre nuk gjendet asnjë vot pro e juaja. Pjesë e debatit u bë edhe kreu i Partisë Mundësia, Agron Shea, i cili kritikoi mënyrën se si po trajtohet procesi në kuvend, duke theksuar se Shqipëria po shmang llogaridhënien parlamentare për çështje që lidhen me integrimin dhe reformat kyçe. Sipas tij, mungesa e transparencës dhe debatit të hapur dëmton jo vetëm procesin politik të brendshëm, por edhe besueshmërinë e vendit përballë partnerëve evropian. Si është e mundur që zhduken kërkesat për interpelancë, zoti kryetar, nga programi punës? Ju nuk mund ta shmangni llogaridhënien, zoti kryetar. Duhet të dilni para shqiptarëve, tregoni se si keni vjedhur paratë e tyre, se si Belinda Balluku, kjo qeveri dhe ushtari Ulaj ka vjedhur dhe po vjedh 1.3 miliard euro nga paratë e qytetarëve shqiptar. Nuk e shmangni dot llogaridhënien. E tentuat në të gjitha mënyrat, me gjykatë kushtetuese, me votën kundër arrestimit të Belinda Ballukut. Sot me urdhër të Edi Ramës është mbledhur kolegji i bashkuar i gjykatës së lartë për të shmangur për të nxjerrë nga burgu të akuzuarit për korrupsion, ose për të shpëtuar nga burgu ata që sot janë në hetim. Nuk e shmangni dot llogaridhënien. Në të njëjtën seancë, mazhoranca socialiste përdori votat e saj për të rrëzuar propozimet e Partisë Demokratike për futjen me procedurë të përshpejtuar të projekt ligjit që synon uljen e çmimit të naftës. Demokratët argumentuan se kjo nismë është e domosdoshme për të lehtësuar barrën ekonomike mbi qytetarët, ndërsa socialistët e konsideruan të pajustifikuar urgjencën e kërkuar. Kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me investitorët e ndërtimit në Tiranë, ku e cilësoi këtë sektor si një motor të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik dhe afrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ai hodhi poshtë akuzat që lidhin industrinë e ndërtimit me pastrimin e parave, duke i quajtur të padrejta dhe denigruese. Rama theksoi gjithashtu rolin e diasporës dhe investitorëve të huaj në rritjen e tregut imobiliar në vend.
Kryeministri Edi Rama mblodhi në kryeqytet investitorët dhe sipërmarrësit e sektorit të ndërtimit në një takim ku vlerësoi ndikimin e kësaj industrie në transformimin urban dhe ekonomik të Shqipërisë. Sipas kreut të qeverisë, ndërtimi është kthyer në një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të vendit dhe në një element që po afron Shqipërinë më shpejt me standardet europiane. Gjatë fjalës së tij, Rama kundërshtoi ashpër akuzat që shpesh i drejtohen këtij sektori, sipas të cilave ndërtimi përdoret për pastrim parash. Ai deklaroi se është e papranueshme që një industri e tërë të etiketohet në mënyrë të përgjithshme si lidhur me botën e krimit. Që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm, me njëherë sa po dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe e papranueshme. Kryeministri theksoi se sektori i ndërtimit po tërhiq gjithnjë më shumë interes jo vetëm nga investitorë vendas, por edhe nga diaspora shqiptare dhe blerës të huaj, të cilët po investojnë në prona në Shqipëri. Sipas tij, kjo është dëshmi e besimit në ekonominë shqiptare dhe në potencialin e tregut të vendas. Është e pamundur për disa që ta pranojnë suksesin e Shqipërisë, po puna më e fortë. Por ama është e pamundur për ne që të pranojmë që shumica dërmuese atyre që investojnë në ndërtim të futen në vesin e baltës. Në takim ishte e pranishme dhe Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, me të cilën u diskutua edhe ndikimi në sektorin e punës. U bë ditur se pagat në ndërtime të variojnë nga 900 euro në nivelin minimal deri në 3600 euro në pozicionet më të specializuara, duke kthyer këtë sektor në një nga më të paguarit në ekonomi. Në ndërkohë, për gjithë ata që lehin në çdo gjuhë që lehin, nga shqipja deri në anglisht edhe në gjuhë të tjera, dhe që me njëherë nxitojnë ta kornizojnë këtë transformim të Shqipërisë dhe Tiranës si transformimin e krimit sot që flasim. Ky projekt ka 350 apartamente të porositura nga vetëm diaspora shqiptare dhe që janë të porositura dhe nuk paguhen me cash, që të jemi shumë qartë, po paguhen me bank. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku ngriti shqetësimin se nisma ligjore për porte turistike mund të cënojë standardet europiane dhe procesin e integrimit të Shqipërisë. Ai u vuri në dukje se projekti favorizon kompanitë me status investitor strategjik dhe i përjashtuar nga procedurat koncesionare. Tabaku i ka dërguar një letër zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Holandës dhe Komisionit Evropian për të shprehur shqetësimin e saj. Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku reagoi pas miratimit të nismës ligjore për porte turistike propozuar nga deputetja socialiste Zamira Sinaj. Sipas Tabakut, ligji krijon përjashtime për kompanitë që kanë fituar statusin e investitorit strategjik dhe që kanë në plan ndërtimin e porteve turistike brenda projekteve të tyre, duke mos i lejuar të shmangin procedurat standarde koncesionare. Kjo sipas saj shkel parimet e konkurrencës dhe transparencës, duke rrezikuar përmbushjen e standardeve europiane dhe procesin e integrimit të Shqipërisë. Në reagimin e saj, Tabaku i ka drejtuar një letër zyrtare Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Holandës, si dhe Komisionit Evropian, duke kërkuar shqyrtim të menjëhershëm për çështjen dhe vlerësimet të ndikimit që kjo nismë duhet të ketë mbi integrimin e vendit. Deputetja demokratike argumentoi se çdo përjashtim nga procedurat koncesionare duhet të trajtohen me kujdes të veçantë dhe të jenë në përputhje me ligjet dhe praktikat europiane. Qeveria shqiptare thot, kush merr një investim strategjik, ne do japim edhe një port. Pagar këto të gjitha. Do marrin dhe përfitime taksash, ndërkohë që në çdo prokurim tjetër publik, edhe për një stilolaps, edhe për një mjet pune të çdo bashkie, të çdo drejtorie ka gar, asetet publike këtu ipen pagar. Ky është ligji më i shpejt, paktën në kaq vite sa jam në parlament, ligji që ka kaluar me shpejtësi më të madhe. Ditën e martë nisën diskutime në orën 11:30 dhe përfunduan po ditën e martë në orën 10 të darkës. Deputetja demokratike shtoi se këtu bëhet fjalë për një model qeverisje që ndan pronat publike dhe që sipas saj po e varfëron vendin dhe që reflekton mënyrën se si qeveria shqiptare koncepton procesin e integrimit. Opozita ka ironizuar mungesën e gjatë të ministres së shëndetësisë Evi Sala në seanca plenare, duke theksuar se kjo pengon transparencën mbi problemet në sistemin shëndetësor. Deputeti demokrat Sajmir Korreshi akuzoi ministren se nuk ka informacion mbi situatën e rënduar në spitalet publike, ndërsa kolegu i tij Tomor Alizoti shkaktoi dhe shtoi kritika të ngjashme me të.
Deputetët e Partisë Demokratike kanë rikthyer vëmendjen mbi mungesën e ministres së shëndetësisë Evi Sala në seancat plenare të kuvendit, duke kritikuar për mos informimin mbi krizën e thellë në shëndetësi. Sajmir Korreshi theksoi se Sala duket e paprigatitur për të dhënë përgjigje mbi problemet operative që prekin pacientët dhe punonjësit e QSU-ts. Tomora Alizoti shpreu shqetësimin e tij për mungesën e transparencës dhe vonesat në përgjigjet ndaj kërkesave të opozitës. E para njëra është mirë ajo, se do pyet nga shneti se mirë to interpelancat tona nuk i keni fut të xherio për t'i zjerë. Problemi është mirë se kemi bë merak. Ore pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti. Nuk pret. Se ka iden, ç'a punë bën kjo ministrja e shëndetësisë? Se duhet me pyet ç'a punë bën ministrja e shëndetësisë, sepse për të marrë sot urgjencën i bie 127-s lidhen me Tiranën. Pastaj kismeta e Tiranës po ti bjeri telefonit Lushnjës, edhe ai Lushnjës merr ty thot ku je. E kupton ç'a ndodh? Ai dini që s'ka as pamuk Lushnjë, as dorashka. E di ajo, po këtë vit pra një herë, vit shikoj ç'ndodh. Ai onkologjiku i famshëm ku ka jetë njerëzish, që s'ka ilaçe dhe ku ministri i shëndetësisë ka muaj e muaj nuk denjon, mbasi edhe nuk e kupton. Unë kam përshtypjen që e kupton, por nuk denjon të vi ti përgjigje qytetarëve të vet. Demokratët kanë kërkuar interpelanca me ministren Sala që nga fundi marsit lidhur me koncesionet e laboratorëve. Kjo kërkesë erdhi pas denoncimeve se analizat laboratorike në QSU nuk kryeshin pas datës 20 të çdo muaji për shkak të mungesës së fondeve. Opozita thekson se këto praktika rrezikojnë shëndetin e qytetarëve dhe kërkon përgjegjësi të menjëhershme nga ministria dhe administrata e spitalit. Gjykata e lartë pritet të rishikojë vendimin unifikues të vitit 2011 mbi masën e sigurisë arrest me burg pas ndryshimeve në kodin e procedurës penale dhe vendimeve të Gjykatës Europiane dhe të Drejtave të Njerëzit kundër Shqipërisë. Sipas ekspertëve dhe përfaqësuesve të drejtësisë, praktika aktuale nuk është më në përputhje me standardet europiane për paraburgimin. Ndryshimet ligjore të ndërmarra ndër vite në kodin e procedurës penale si dhe disa vendime të Gjykatës Europiane për të drejtat e njerëzit kundër Shqipërisë kanë nxitur nevojën për rishikimin e vendimit unifikues të Gjykatës së lartë të vitit 2011, që rregullon kriteret për caktimin e masës së sigurisë arrest me burg. Ky vendim, i cili prej më shumë se një dekade ka shërbyer si referencë për gjykatat shqiptare, konsiderohet tashmë i kaluar përballë standardeve të reja europiane mbi të drejtat e personave në paraburgim dhe kufizimin e lirisë personale vetëm si masë e fundit. Gjyqtari Gjykatës së lartë, Ilir Panda, theksoi nevojën për një konsolidim të praktikës gjyqësore, sidomos për masën më të rëndë të sigurimit, duke nënvizuar se arresti me burg duhet të mbetet një masë extrema ratio, pra zgjidhja e fundit. Lidhur me zgjidhjen dhe caktimin e masës sigurimit personal, ka nevoja për një zhvillim dhe konsolidim të praktikës gjyqësore, veçanërisht në raport me masën më të rëndë që është ajo e arrestit në burg. Ky vendim mund të realizohet përmes një vendimi nomofilatik të Gjykatës së lartë, i cili të unifikoj kriteret interpretuese dhe të forcoj standardet e arsyetimit gjyqësor në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe karakterit extrema ratio të arrestit në burg. Kreu i Gjykatës së lartë Sokol Sadushi identifikoi 3 pika kyçe që kërkojnë rishikim. E para lidhet me mungesën e detyrimit për gjykatat që të argumentojnë pse masat alternative ndaj arrestit me burg nuk janë të përshtatshme, ndërkohë jurisprudenca e GEDN-s kërkon që çdo vendim për paraburgim të mbështetet në fakte konkrete dhe rrethana individuale të personit. Edhe zëvendës prokurori i përgjithshëm Arqile Koça kritikoi praktikën aktuale të gjykatës, të cilat shpesh mbështeten në formulime të përgjithshme, pa arsyetuar konkretisht nevojën për vazhdimin e paraburgimit. Nuk është ky standardi që duhet të arsyetojë gjykata, duhet të arsyetojë mënyrëshëm pse duhet të qëndrojë. Pse do të qëndroj pas 2 muajsh? Standardi i inteligjencës që ka vendosur Strasburgu kërkon të thotë prokurorit, "Ore, çfarë ke për këto 2 muaj?" Duhet një rol më aktiv i gjykatës për ta vënë në pozita prokurorit. Elementi i dytë lidhet me mënyrën si vlerësohet rrezikshmëria e të dyshuarit. Sipas standardeve europiane, serioziteti i veprës penale nuk mund të jetë vetëm për arsye të arrestit me burg. Vlerësimi duhet të jetë individual dhe i mbështetur në rrethana konkrete. Avokati Luan Hazneziri mbështeti këtë qasje, duke theksuar se gjykata duhet të analizojë jo vetëm natyrën e veprës, por edhe profilin dhe rrethanat personale të pandehurit. Prokurori mund të kërkojë dhe gjykata mund të vendosë masën e sigurimit arrest në burg,
vetëm pasi ka argumentuar me fakte dhe prova konkrete që për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të autorit të dyshuar dhe sjelljes së tij para, gjatë dhe pas kryerjes së veprës penale, pasojave të veprës penale, përsëritjes dhe vazhdimësisë së veprimtarisë kriminale, çdo mas tjetër sigurimi është e papërshtatshme. Pika e tretë lidhet me barrën e provës, ndryshe nga interpretimi i vendimit të vitit 2011, sipas GEDN-s, është autoriteti publik ai që do të provojë bindshëm pse një person duhet të mbahet në paraburgim dhe jo i akuzuar të dëshmojë të kundërtën. Gjykata e lartë pritet të dalë me një vendim të ri në ditët në vijim, i cili mund të sjellë ndryshime të rëndësishme për mënyrën se si gjykata shqiptare vendosin për arrestin me burg, duke synuar një balancë më të drejtë mes interesit publik dhe mbrojtjes së lirive individuale. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke lënë në fuqi masën e sigurisë ndalimin e daljes jashtë shtetit. Me këtë vendim, pasaporta e saj mbetet të bllokuar sipas masës së vendosur më herët nga GJKK. Gjykata ka rrëzuar gjithashtu edhe ankimimin e ish kreut të Kesh, Eral Telesi. Gjykata e lartë ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë ndalimi daljes jashtë shtetit për ish zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke rrëzuar rekursin e paraqitur prej saj kundër vendimit të mëparshëm të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vendimi është marrë nga trupa gjykuese e përbërë nga gjyqtarët Ilir Panda, Gent Shala dhe Albana Boksi. Si pasojë, masa e vendosur më 19 nëntor mbetet në fuqi dhe pasaporta e Ballukut vijon të jetë bllokuar. Sipas procedimit penal, Balluku është nën hetim për veprën penale të dyshuar të shkeljes së barazisë në tender. Hetimet lidhen me disa procedura prokurimi publik, përfshirë çështje që kanë të bëjnë me lotet e Unazës së Madhe, si edhe 3 tender të tjerë që po verifikohen nga organet hetimore. Në të njëjtin vendim, gjykata e lartë rrëzoi edhe ankimin e ish drejtorit të korporatës elektroenergjetike shqiptare, Eral Telesi, i cili mbetet nën masën e sigurisë arrest shtëpie. Telesi po hetohet në lidhje me dyshime për shkelje të barazisë në tender që lidhen me projektet e tunelit të Llogaras dhe Unazës së Madhe. Ndërkohë, ish kreu i autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli, i cili ndodhet gjithashtu në arrest shtëpie, nuk e ka ankimuar masën e sigurisë ndaj tij. Ai është nën hetim vetëm për procedurat që lidhen me tenderin e tunelit Llogaras. Çështja mbetet në fazë hetimore dhe vendimet e fundit të gjykatës së lartë konfirmojnë vazhdimin e masave kufizuese deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Seanca paraprake ndaj ish zëvendës ministrit Arben Ahmetaj për dosjen e inceneratorëve është shtyrë pas vendimit për kalimin e çështjes tek një tjetër gjyqtare. Dosja do të shqyrtohet nga gjyqtarja Rudina Palloi, e cila ka trajtuar më herët edhe çështjen e inceneratorit të Elbasanit. Ahmetaj akuzohet nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Gjykata e posaçme ka shtyrë seancën paraprake ndaj ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, i cili ndodhet nën akuzë në një nga dosjet më të bujshme të hetuara nga struktura e posaçme, atë të inceneratorëve. Shkak për shtyrjen është bërë vendimi i gjyqtarit Erion Çela për t'ia kaluar shqyrtimin e çështjes gjyqtares Rudina Palloi. Kjo e fundit ka trajtuar më parë edhe dosjen e inceneratorit të Elbasanit, nga e cila ka dalë si fraksion më vete procedimi penal ndaj Ahmetajt. Për pasojë, procesi do të rinisë me trup të re gjykuese, duke sjellë vonesë në zhvillimin e seancës paraprake. Sipas prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Arben Ahmetaj akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Në dosjen hetimore thuhet se ai ka qenë propozuesi kryesor i projektit të inceneratorëve në qeveri dhe se ka pasur lidhje të veçanta me sipërmarrësit e përfshirë në këto kontrata. Prokuroria pretendon se Ahmetaj ka favorizuar në mënyrë të paligjshme kompanitë përfituese të kontratave, ndërsa nga ana tjetër sipërmarrësit akuzohen për korrupsion aktiv ndaj ish ministrit. Bashkë me Ahmetajn janë dërguar për gjykim edhe 10 persona të tjerë. Mes tyre janë ish bashkëshortja e tij, Albina Mançka, dhe bashkëtuesja aktuale Eriola Hoxha, të cilat akuzohen për pastrim parash dhe fshehje pasurie. Alex Ndreka, i njohur edhe si Leksi Druve, është ekstraduar nga Italia drejt Shqipërisë për të përballur me drejtësinë në kuadër të dosjes së revanshi. 49 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar që për vitin 2023 dhe ndaj tij ishte caktuar masa arrest me burg nga GJKK. Ndreka akuzohet se ka organizuar një prit me qëllim vrasjen e 3 personave në vitin 2017. Pas një operacioni të koordinuar ndërkombëtar mes Interpol Tiranës dhe Interpol Romës, është ekstraduar këtë të njëjtën nga Italia në Shqipëri Alex Ndreka, i njohur në botën kriminale me nofkën Leksi i Druve.
Ai ishte në kërkim ndërkombëtar prej vitit 2023 në kuadër të operacionit Metamorfoza, ndërsa gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i kishte caktuar në mungesë masën e sigurisë arrest në burg. Sipas policisë së shtetit, Ndreka akuzohet për veprën penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Hetimet e strukturës së posaçme kanë dokumentuar se ai kishte siguruar informacione për vendodhjen e 3 shtetasve shqiptar dhe kishte organizuar bashkëpunëtorët e tij për ngritjen e një prite me qëllim eliminimin e tyre fizik në vitin 2017, ngjarje e përfshirë në dosjen e njohur si Revanshi. Alex Ndreka është një emër i njohur për autoritetet shqiptare jo vetëm për aktivitetin kriminal, por edhe për faktin se ka qenë disa herë objekt atentatesh të dështuara. Në vitin 2020 ai mbeti i plagosur gjatë një sulmi me armë zjarri në superstradën Lezhë-Laç. Edhe pse i qelluar, arriti të largohej nga vendngjarja dhe të paraqitej vetë në Spitalin Rajonal të Lezhës për ndihmë mjekësore. Autorët e atij atentati arritën të zhdukin gjurmët pasi dogjën automjetin e përdorur në fshatin Plan të Lezhës. Një tjetër atentat ndaj tij u regjistrua në mars të vitit 2023, kur persona të armatosur hapën zjarr në drejtim të tij, por ai shpëtoi pa u lënduar. Emri Ndrekës është përmendur edhe në hetime të tjera të lidhura me përplasje të grupeve kriminale, ndërsa ndaj tij dyshohet se ka pasur edhe tentativa të sofistikuara eliminimi, përfshirë një rast të dyshuar me përdorim droni. Me mbërritje në Shqipëri, Ndreka pritet të dalë para autoriteteve gjyqësore për t'u njohur me masën e sigurisë. Në kuadër të ndërgjegjësimit për rritjen e rasteve të autizmit në nivel botëror, në kinoteatrin Aleksandër Mojsiu u zhvillua një seminar informues i organizuar nga fëmijët shqiptar ku specialistë nga e gjithë Shqipëria, përfaqësues i situacionesh dhe prindër diskutuan mbi diagnostikimin e hershëm, trajtimin dhe mbështetjen ndaj fëmijëve me autizëm. Rritja e rasteve të autizmit në nivel botëror ka nxitur organizimin e një seminari të posaçëm ndërgjegjësues në qytetin e Kavajës, me fokus informimin, këshillimin dhe shkëmbimin e njohurive për këtë çështje. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e kinoteatrit Aleksandër Mojsiu me iniciativën e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, duke mbledhur mjek specialist nga fusha të ndryshme të shëndetit dhe zhvillimit të fëmijëve, të ardhur nga qytete të ndryshme të vendit. E pranishme në këtë takim ishte edhe themeluesja e fondacionit, Liri Berisha, e cila në fjalën e hapjes ndau me të pranishmit të dhëna mbi statistikat globale të autizmit, raste konkrete nga praktika dhe rëndësinë e ndërhyrjes së hershme. Prindërit atë kohë e fshinin, ndërsa sot natyrshëm lindin disa pyetje. Pse flitet kaq shumë për autizmin? Autizmi a njihet? A është njohur përpara? Pse sot flitet në këtë lloj forme dhe jo siç ka qenë? Si shpjegohet kjo rritje statistikave? A ndikojnë ambienti? A jemi të rrezikuar? Si mund të mbrohemi? Autizmi akoma mbetet një fenomen i panjohur, por për to është punuar dhe punohet në mënyrë të vazhdueshme. Sot, pas kancerit edhe sidës, autizmi vjet në plan të tretë ose janë të tre në plan të parë për të studiuar dhe për të zbuluar. Pasi shkaqet e tij nuk dihen dhe shumë probleme nga gjithë këto pyetje që tha mbeten pezur mbasi shkaqet e autizmit nuk dihen. Por çfarë duhet bëjmë që ta sfidojmë autizmin? Ne duhet të njohim disa probleme të cilat duhet t'u bëjmë të njohura nënave, edukatorëve, arsimtarëve, mjekëve, të gjithë shoqërisë. Berisha theksoi se prindërit duhet të jenë të vëmendshëm ndaj shenjave të para dhe të mos presin derisa simptomat të bëhen më të dukshme, pasi ndërhyrja në kohë është thelbësore për zhvillimin e fëmijës. Në seminar mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili shprehu mbështetjen e institucionit vendor për këtë kategori fëmijësh. Por unë do të mbetem në dy momente që i përket pak edhe pushtetet lokale dhe bashkisë dhe mua si drejtues i pushtetit lokal. E para, mësimin e kemi një qendër shumë të mirë, ditore, me profesionistë shumë të mirë, ku edhe dora e bashkisë ka bërë maksimum që temin e performancës të duhur. Unë kam qenë disa herë, kam vizituar që mënyra se si trajtohen fëmijët aty është si një familje e madhe, dhe kjo është më bën që të ndjen mirë, por nuk mjafton vetëm kaq, mjafton që ne të jemi edhe më afër.
Qosja nënvizoi se qendra për fëmijët me autizëm dhe sindroma të tjera në Kavaj mbetet në vëmendjen e vazhdueshme të bashkisë dhe konsiderohet një model shërbimi për trajtimin dhe përkujdesjen ndaj kësaj kategorie. Më pas, specialistët e pranishëm ndan opinione dhe përvojat e tyre mbi mënyrat e trajtimit, rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe rolin vendimtar të familjes në procesin e integrimit të fëmijëve me autizëm në shoqëri. Gjëja e parë që bëjnë në vlerësimin e këtyre fëmijëve është vështrimi dhe vënia e veshit, të cilët këta fëmijë e kanë jo cilësore ose u mungon fare. Është një mënyrë ndryshe e të perceptuarit të votës që kërkon mirëkuptim, durim të jashtëzakonshëm, profesionalizëm dhe mbi të gjitha zemrën. Duke na dërguar pamje të caktuara filmike, duke ndërtuar ato përmbledhjet e vogla klinike, ne arrim që të bëjmë një konkluzion të rëndësishëm dhe ndërhyrës mbi planin e punës për vazhdimin. Elementi i dytë që është ndërhyrja terapeutike, që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sigurisht që ne kemi zgjedhur të punojmë prej viteve tashmë me prova shkencore të cilat na kanë dhënë rezultate shumë të mira në ndërhyrjet individuale. Nga të tjerë, që është një libër i cili i mëson prindërve se si të përdorin gjithë ditën Rënje të mbulesës vaksinale për shkak të këtyre paqartësive, kemi madje diku edhe në përkonsultore këto rekomandime që ju sapo dhanë nga vetë mjekët, këto pyetje që ngacmojnë letimin ndërgjegjen e vetë prindërve. Ekspertët theksuan se rezultatet konkrete tregojnë se kujdesi në kohë mund të frenojë zhvillimin e simptomave dhe të ndihmojë ndjeshëm integrimin social dhe arsimor të fëmijëve. Pas seminarit, Liri Berisha, e shoqëruar nga kryetari i bashkisë, vizitoi edhe qendrën ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kavaj, ku u njoh nga afër me kushtet dhe shërbimet që ofrohen për këtë kategori. Ky aktivitet shërbeu jo vetëm si një forum informues për prindërit dhe specialistët, por edhe si një thirrje për më shumë vëmendje institucionale dhe shoqërore ndaj fëmijëve me autizëm dhe familjeve të tyre. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 10 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të qiellit dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në zonat bregdetare dhe qendrore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe gjatë pasdites moti do të mbetet i qëndrueshëm me intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:02, ndërsa perëndimi rreth orës 19:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 18 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 13 gradë Celsius, Peshkopi 3 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 18 gradë Celsius, Berat 9 deri në 18 gradë Celsius, Korç 2 deri në 12 gradë Celsius, Vlorë 12 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 9 deri në 18 gradë Celsius, Sarand 11 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 10 prill 2026
do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me alternime mes vranësirave dhe reshjeve të dobta të shiut në disa zona. Paraditja do të ketë vranësira dhe reshje të lehta lokale, ndërsa pasditja vijon me përmirësim të përkohshëm të motit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 13 gradë Celsius, Podujev 3 deri në 12 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 14 gradë Celsius, Pej 5 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 5 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri në 13 gradë Celsius, Kaçanik 4 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 6 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 5 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë mirë takofshim në edicionin e ardhshëm.